Gjithë kjo është një strategji që për të shmangur pranin tuaj në ndeshjen me Serbinë. Absolutisht, është një nga arsyet kryesore. Ne dim shumë mirë edhe herën e parë kur luajtëm me Serbinë, tifozat kuqezi kanë pas shumë pak bileta ose ndonjë sporadike, pra nuk është se kanë qenë stadium. Dhe terrori që është në atë kohë me polici e gjitha gjërat. Dhe ajo neshja është një paraprit sigurisht për neshjen me Serbinë, sepse nuk duan tifogrupet në stadium. Çuditshme, mënyra se si ka vepruar, po mundet tjetë, po duhet të presim edhe ta shohim deri në qershor këtë skenar, po nëse do ishte kjo, pastaj do më duke shumë thriller situata, për arsye se ashtu siç e shpjegon edhe ndeshjen e kthimit, besoj e mban mend që ishte si koncert simfonik. Nuk e vjen diskutim, Esmeralda. Unë kam ndjekur kombëtarin gjithmonë edhe lojtarët gjatë viteve të fundit edhe kam kuptuar që nëse, le të themi, ndeshjet ndizen, janë tifozët ata që e bëjnë këtë atmosferë, se kam qenë në stadium duke parë kombëtarin edhe kur ka pasur 200 veta në stadium. Dhe askush nuk do ta donte këtë lloj situate. Mbi të gjitha një tifogrup i cili e ka mbështetur edhe në momentet e mira dhe momentet e këqija, se ne po diskutojmë këtu sikur kemi një kombëtare si Anglia, Brazilia apo Gjermania, e cila e ka gjithmonë mbështetjen, por kemi harruar që para 6-7 pas Europianit 2016 stadiumet tona u boshatisën. Ose më saktë stadiumi jonë, se ne nuk kemi as stadiume. Por gjithsesi, për të vazhduar edhe logjikën që po thoshte Arigloni më parë, më duket si thik pas shpinë në momentin kur merr mbështetje nga një tifogrup dhe kur e shikon që kërkesat janë shumë të larta për të parë kombëtaren dhe i bën dalje këtij grupi, kam përshtypjen që do t'i kthehet edhe federatës kjo në bumerang, sepse do vi një moment që Shqipëria do ketë këto zbehjet e veta, sepse aq prodhojmë futboll. Domethënë, po mos kemi diasporën apo ata që jetojnë, emigrantët që jetojnë jashtë. Po humbi 2 ndeshje radhë dhe kombëtarja ndeshje e tretë s'ka më një tifoz në stadium. Pra, por nuk më duket as pak e drejtë kjo lloj forme dhe kjo gjithë përfshirje, nuk e di se si nëse ka gjithë përfshirje në këtë pikë, TKZ-ja është gjithë përfshirje. Unë mendova gjithë përfshirje me tifogrupe, pra do me thënë që duan të përfshin sa më shumë grupe tifozësh. Unë jo minimalisht Esmeralda mbi 50 veta që janë pjesë të TKZ-s, disa jetojnë në Poloni, disa në Suedi, disa të tjerë në Greqi, disa në Itali, pra janë të shpërndarë në të gjithë Europën. Dhe nëse do gjithë përfshirje, më të përfshirë se TKZ-ja dhe më të përfshirë se këta ishin tifozët të cilët në Europianin e fundit dhuruan show, spektakël. Edhe mediat e huaja, të gjithë personazhet, se ka shumë personazhe brenda TKZ-s, më kupton se është tifogrup goxha i madh. Vetëm udhëtimi i tyre drejt Çekisë në eliminatore ishte. Po pikërisht pra. Dhe tani kur vjen momenti që ti je mirë, thua nuk kam më nevojë për ty. Unë shpresoj që mos t'i kthehet në të keqe, po jam shumë i sigurt se do t'i ndodhë federatës. Ka pas një parull në stadium, kur je mirë dojnë gjithë. Logjike pra. Nuk e di jo, Arigloni, sa kredi ke marrë Arigloni gjithë këtë periudhë? Me Enrico normalisht njihemi dhe nuk është shaka. Vërtet ke marrë kredi për të parë ndeshjet? Le të themi kemi huazuar të miqt. Po, ka gjë, ajo, borxhi janë para. Po, ka ndodhur, nuk është. Do të thonë, kur them ka ndodhur me mua me të gjithë, sepse nuk është se të gjithë çunat ashtu janë. Do të thonë, sa jo, në momentin që ka ndeshje, ajo vendoset primarja. Pra në 2 muaj, 3 muaj, kemi ndeshje, doli kalendari, do të thonë si do bëjmë lekët për të shkuar atje. Unë e Enrico jemi fatkeq që nuk na doli viza për Anglinë, por shumë veta e kanë marrë, sepse kemi punë edhe për gjysma do atje. Ne që do ktheheshim sa. Jo, e bëra pyetje Ariglonit dhe Esmeralda për treguar që kjo është një lloj sakrifice dhe totalisht e pa drejtë, sepse nuk mendoj që këta influencer, nuk e di, mire thash, influencuesi, nuk e di si quhen, kanë më shumë vlerë se TKZ-ja, se ne gazetarët apo pjesa tjetër. Sepse nuk i kam dëgjuar ndonjëherë TKZ-n që të dalë të braktis stadiumin për 2 minuta, thjesht për të bërë foto për treguar që është aty dhe të iki tek lokali aty pranë sepse duhet hedhur edhe një foto tjetër. Jo. Vetëm pak Enrico, se vetëm edhe 2 pyetje kam për këtë dhe para se të kthehem te kjo. Keni bërë një kështu sa ju shkon një udhtim për shembull për të ndjekur kombëtaren? Sa shkon? Afërsisht. Atëherë normalisht sepse çdo shtet ka ato ndryshme të vete. Unë personalisht 99% raste i marr 1 muaj, 2 muaj para biletat. Pra, bileta avionit është gjëja më pak e kushtueshme. Por
du të llogarisë, domethënë du të përmend vetëm Islandën, që ka qenë edhe udhëtimi im i parë. Në Islandë ka shku 4 ditë, 5 ditë me të gjitha mund të ketë shku gati 1.000 ca euro. Domethënë që ishte një ndër më të shtrenjtë, atë ishte edhe vendi i shtrenjtë. Pastaj Europiani për gjithë secilin kush ka 1.000 euro është 2 ditë, nuk është se është po them domethënë është një kohë e shkurtër dhe janë gjithë ato. Europiani ka shku paktën mbi 2.000 ca euro, domethënë po ishte 12 ditë. Ajo është pak më e pranueshme sepse kemi fjeti, kemi thomet, pimet, lëvizme. Kurse në për vendet tjera pastaj varion 200-300 euro këto Polonia që janë afër. Dhe kjo ndodh sepse ne organizohemi edhe me autobus. Pra, domethënë nisemi 50 veta nga këto me autobus, 30 orë rrugë për me shku, 30 orë për me u kthy, vetëm që të kemi sa më pak shpenzime dhe që të kenë mundësi sa më shumë persona që të vinë. Interesante. Pastaj normalisht me njëri tjetrin, dikush kush nuk ka mundësi mundohemi, rregullohemi me njëri tjetrin në momente të caktuara. Pra është ky solidariteti kur bëhet fjalë për shkubur pa kombëtare me tifozat kuqezi, domethënë, janë tifo grup, por për ne që jena aty është një familje shumë e madhe. Ne jena familje, realisht jemi familje. Dhe si çdo familje i ka ato ndonjëherë mirë, ndonjëherë keq ato gjërat, por gjithmonë zgjidhen. Gjithmonë gjujë përbashkët. Enrico, s'm fal të Për ta vjuar jo, s'ka problem. Ishte shumë interesante për të kuptuar pasionin edhe që kanë për sport. Pasioni dhe të mendosh pastaj se çfarë bën tifozët. Jo, unë po mendoja në qoftë se do merrim një peshore dhe do masnim peshën e tifozëve, jo peshën fizike, por peshën që ata kanë për kombëtaren, si do dilnim, në cilën anë do anonte peshorja, tek ata të cilët paraqiten vetëm për ndeshjet